Po tash se cili sezon po vjen e po bëhet më i vështirë edhe më i vështirë. Në çfarë aspekte? Po edhe në aspekt organizativ, edhe në aspekt që ti tash je një shej ku secila don me të mujtë, sepse ti ke qenë kampion, dhe ke dalë tash në kampionatin e ri me mbrojt titullin, edhe normalisht që ti je target për me të mujtë secili ekip, edhe na ka mujtë. Domethënë, ajo ka qenë tjetër motiv me mujtë Trepçën gjatë tan kampionatit, se so normalisht që secila ka dalë aty me fitu, nuk del kërkush me humbë. Po për sa i përket aspektit organizativ, janë vështërsitë cilat shfaqen çdo ditë, domethënë na kena problem me palestrën për faktin që palestra duhet me u përdor për shumë klubeve sportive, dhe neve në princip na duhet edhe për gjeneratat e reja me pas palestrën, po fatkeqësisht kushtet të cilat janë që ato që janë, edhe na me palestrën e kena pas të lashën më të madhe gjithmonë që duhet me investu në ta, sepse ata të cilët e kanë rregullu, që e kompania portugeze se mo jënë bo edhe bajat ty e diskutu këtë temë, po e kanë lënë keq ata. Do thonë e kanë punu keq edhe e kanë lënë keq, po na duhet me u marrë me secilin sen, po një fat e kena na si organizat, që secili njeri kur vjen aty me punu diçka e bën me qef, e bën me dashni, do të thonë mundohet secili me e dhon maksimumin e vet, edhe që ajo është një farë motivimi për neve për me hec tutje. Lehtë nuk është. Edhe sidomos kur je kampion, mandena je target edhe nuk është lehtë edhe s'munësh me e marrë me shtë më dhonajtë se na nuk ka problem, na nuk funksionujmë ashtu. Klubi basketbollistik Trepça, njerëz për me e deri të ekonomi aty mas poshti, jemi të barabart, e shohim punën barabart, edhe nuk e nënçmojmë asken, do me thonë, nëse edhe jashta terenit, do me thonë, këta në teren, kanë herë mundën me burë një qasi seni, po mandena kanë problem me trenerin. Po na jashtë asojna, nuk gëzojna me bua, kena probleme vetë vetë. Zgëzojnë mo. Apo ju ngreve është, ha? Ka pak, s'ka lidhe, për mirë është.